Vazhdojmë me temat tona të moralit islam. Sot me lehtë Allahut të lartësuar do të ndalemi tek një filozofi jete që Islami kërkon nga besimtari, që besimtari ta kthejë në praktikën e tij të përditshme, gjë e cila do t'i shërbejë atij për përfitime të ndryshme, qoftë mirat të kësaj bote dhe të mirat të botës tjetër, ku e kam titulluar shfrytëzimi i mundësive të mira që Allahu të ofron, shfrytëzimi i mundësive, shfrytëzimi i rasteve, sepse ne kur shohim në Kuranin famulart, shohim në jetën e Profetit sallallahu alaihi wasallam praktika të ndryshme që shpesh herë jepen shumë raste të arta që nga besimtari kërkohet shfrytëzim për të dalë i suksesshëm më pas dhe për të marrë shpërblim nga ana e Allahut të lartësuar. Nuk ka dyshim se ne çdo gjë si besimtar e lidhim me kaderin. Kaderin që Allahu i lartësuar ka caktuar çdo gjë që ndodh në jetën e njeriu, nuk ka diskutim kjo gjë. Çdo gjë që ndodh tek jeta jon, nga e vogla deri tek më e madhja, Allahu i lartësuar e ka caktuar atë për ne, por caktimi duhet kuptuar në këtë formë që kader në fakt në vetvete do të thotë diçka e cila ka ndodhur, e shkuara jon është kader. Pra e shkuara jonë është kader, ndërkohë e ardhmja jonë patjetër që është kader në dijen e Allahut të lartësuar, por njeriu është lënë me vullnetin e tij të lirë që të bëhet pjesë e këtij kaderi që shkruan Allahu i lartësuar. Për shembull, Allahu i lartësuar neve e supozojmë na jep mundësinë e zgjimit në mëngjes në sabah, por ti ke mundësinë të vish në xhami apo të falesh në shtëpi. Ndërkohë këtu ti bëhesh pjesë e kaderit Zotit me vullnetit tënd të lirë, që në fakt kjo është ajo çfarë ne do të pyetimi nga ana e Allahut të lartësuar. Ajo pjesë e saj vogël që ne vendosim për veten tonë. Kështu që çdo mundësi që neve na ofron jeta, çdo shans të ri që na ofron jeta, çdo derë që na hapet në jetën tonë, është si një mundësi që na mund të jetë për neve përcaktim i një kaderi të bukur, nëse do ta shfrytëzojmë atë siç duhet në kohën dhe në vendin e duhur. Sepse, siç tham, çdo mirësi vjen vetëm prej Allahut të lartësuar, ne si besimtar duhet që mirësitë dhe begatitë e Allahut të lartësuar t'i shfrytëzojmë, mos na ikin pa shfrytëzuar. Përndryshe do të quheshim të hutuar. Sepse kush nuk do donte ta shfrytëzonte një mirësi dhe begati që jep Allahu i lartësuar. Kështu ka ndodhur një rast me profetin sallallahu alaihi wasallam. Ai tregon dhe thotë se mu paraqiten thotë popujt, dhe këtu do të nxjerrim një mësim shumë të bukur. Thotë mu paraqiten popujt dhe pash thotë profet të Allahut me një grup të vogël njerëzish. Pash profet të Allahut thotë me 2 apo 3 njerëz që i kishin besuar nga populli ku ishin dërguar. Pastaj thotë pash edhe profet pa asnjë ndjekës. Ndërkohë thot pastaj më shfaq thot një turmë e madhe njerëzish dhe mendova se ishte umeti im, pra ata që më kanë besuar mua, pra mbas profetit sallallahu alaihi wasallam që kanë ardhur në jetë. Mirë, më tha që ky është Musa i thot dhe populli i tij, pra ky numër i madh njerëzish ishin prej popullit të Musait alayhis salam. Ndërkohë më tha shiko thot në horizont dhe pash në horizont thot profeti sallallahu alaihi wasallam një turmë shumë të madhe njerëzish. Dhe mu tha, ky është umeti yt prej 70.000 vetave që do të futen në xhenet pa dhënë llogari. 70.000 veta që do të futen në xhenet pa dhënë llogari. Kjo në fakt është një mirësi e madhe prej mëshirës së madhe të Allahut të lartësuar. Sepse futja në xhenet pa dhënë llogari është një begati e madhe, Allahu na bë frytyren, nëse do ta kemi risk, amin ya rabbil alamin. Por futja pa xhenet do thotë që ti s'do të japësh llogari para Allahut të lartësuar për asnjë gjë që ke bërë në jetën tënde. Kjo në vetvete është kulmi i mëshirës që tregon Allahu i lartësuar. Në një version tjetër të këtij hadithi tregohet se për çdo 1000 nga ky numër 70.000, për çdo 1.000 prej këtyre do të futen edhe 70.000 veta të tjerë. Për çdo 1.000 edhe 70.000 veta të tjerë, që del një shifër me miliona. Dietarët thonë që numri i madh që përmendet në hadith tregon që kjo nuk ka një numër të saktë, mund të jetë shumë i madh. Tani
mbasi tregon gjithë të skenë profeti sallallahu alaihi wasallam, sahabët po pyesnin kush do jenë këto njerëz që do të futen në xhenet pa dhënë llogari. Akoma s'kemi ardhur tek gjëja më interesante e mësimit sotme. Dhe profeti alayhis salam i tha që këta njerëz, sepse normalisht mund pyesin njeriu siç sahabët u bën kurioz, kush ishin këta njerëz kush janë këta njerëz që do të meritojnë të futen në xhenet pa dhënë llogari. Profeti alayhis salam tha, ata që nuk kërkojnë rukje, nuk kërkojnë që t'u lexohet rukje, nuk besojnë në bestytni, nuk mjekohen me djegje trupin e tyre, siç mjekoheshin më përpara me shpata të nxehta e kështu me radhë, dhe janë totalisht të mbështetur tek Allahu i lartësuar. Nuk kërkojnë rukje, këtu ka këtë kuptim. Ajo çfarë interpretojnë më saktë dietarët është që nuk janë prej tyre që shpresojnë se rukjexhiu, ai që këndon rukjen, njeriu, ka aftësinë për ta shëruar, dhe jo Allahu i lartësuar. Sepse ne shohim në jetën e profetit alayhis salam që është zbatuar kërkesa e rukjes. Pra kjo nuk e pengon, por njeriu duhet të ketë besimin e fortë që shërimi vjen vetëm për Allahut të lartësuar. Prandaj edhe e dyta përmendi nuk besojnë në bestytni, që do thotë nuk besojnë në asnjë lloj gjëje që mund të vi dëm dhe dobi prej diçkaje tjetër përpos Allahu xhelle shanu e xhelle xhelalu. Dhe nuk shërohen me djegje, edhe këtë e ka ndaluar profeti sallallahu alaihi wasallam, që nuk e dim urtësinë e kësaj. Dhe fundit thot, ata i mbështeten totalisht Allahut të lartësuar. Pra thënë ndryshe, njeriu mund ta gjejë veten e vet në këto pika që të bëhet pjesë e këtyre njerëzve. Por gjëra më interesante ku është tashmë gjithë ky tregim? Një prej sahabëve që po e dëgjonte profetin sallallahu alaihi wasallam, Ukashe ibn Mihsan, siç e dëgjoi, siç e mbaroi profeti alayhis salam shpjegimin e këtij hadithit, tha: "O i dërguari i Allahut, lutë Allahun të jem prej tyre unë." Me njerë, si që shpjegoi profeti alayhis salam, ju drejtua Muhamedi alayhis salam dhe tha: "O i dërguari i Allahut, lutë Allahun të jem unë prej tyre." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju kthye: "Ti je një prej tyre." Me njerë u ngrit edhe një tjetër, tha: "Lutë edhe për mua o i dërguari i Zotit." Profeti alayhis salam tha: "Ukashe të parapriu." Ta kaloi Ukasheja. Ishte një mundësi, kush u tregua i mençur, arriti ta shfrytëzonte atë mundësi, subhanallahu, dhe meritoi bekimin, duan, fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam, garancinë e tij që ai do të jetë prej këtyre njerëzve që do të futet në xhenet pa llogari. Dhe në këtë hadith tregohet një moral se si besimtari musliman duhet të jetë shumë vigjilent, largpamës që mundësia e mirë që i vjen në jetën e tij që mund të ketë bëj me karrierën, me punën, me shkollën, me çdo gjë që mund të jetë e mirë materiale, por jo vetëm, por edhe mirësitë dhe mundësitë që ne na vijnë prej Allahut, ku kërkohet pak punë prej nesh dhe ka shpërblime të mëdha, siç do t'i shpjegoj pak më poshtë, ne si besimtar duhet të jemi vigjilent, largpamës të mençur që t'i shfrytëzojmë ato mundësi dhe të përfitojmë prej tyre, njëjtë siç Ukasheja radiallahu anhu përfitoi nga kjo ngjarje e bukur që ndodhi në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu, kur ne shohim në Islam, në tërësi, Islami çdo direktiv të tij e lidh me jetën e përtejme. Pra nuk kemi ne asnjë direktiv të Islamit që të thotë të bësh një punë dhe që ajo mos të jetë në dobi për ty në jetën e kësaj bote, po më e rëndësishmja të jetë për ty në dobi për botën tjetër. Çdo direktive e Islamit, çdo urdhëresë e tij ka të mira qoftë në këtë botë, qoftë në botën tjetër. Prandaj edhe një nga lutjet më të bukura që na mëson Kurani, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Allah, ne jep të mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Pra lutje për të ruajtur njeriu balancat, se jemi në këtë botë, duhet të shfrytëzojmë në rrugë halal që Allahu na ka mësuar dhe luma ai që ka sukses në jetën e tij, por pa harruar kurrësi që çfarëdo që të bësh në jetën e kësaj bote, besimtari duhet të ketë vigjilencën
që do t'japi llogari përpara Allahut xheleshanu ditën e gjykimit. Dhe ne shohim që Islami në të gjitha mirësitë që vijnë prej Allahut të lartësuar si mundësi të arta që duhen shfrytzuar, kemi plot gjatë gjithë një viti që neve këto mundësi na afrohen. Nga këto mundësi të arta që ne jemi në këto begati të mëdha, janë edhe këto 3 muaj që ne tashmë po i përjetojmë. Përjetuam muajin Rexhep, lumej që agjëroi pak ditë prej tij, jemi në muajin Shaban, lumej që përfiton prej këtij muaji. Nesër mbrëma është nata e 15 e muajit Shaban, është nata e mirë e Beraetit. Lumej që do ta shfrytëzoj dhe këtë natë, që do ta shpjegoj pak më poshtë. Pastaj kemi Ramazanin, çdo ditë agjërim, pastaj kemi natën e Kadrit, që të gjitha këto janë mundësi që ne shikojmë në tërësinë e Islamit, na ofron Allahu i lartësuar një mundësi që me pak sakrificë shpërblimi është i madh. Po ashtu ne shohim këtë mirësi e kemi përveç këtyre 3 muajve, kemi edhe 4 muaj të tjerë. Rexhepi që futet po ashtu edhe këto 4 muaj të tjerë, që janë muajt e shenjtë. Siç është për shembull muaji Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram dhe Rexhep, që janë muajt e shenjtë ku puna e mirë normalisht vlerësohet ka një grad më të lartë se sa ditët tjera të vitit. Po i thon 4 muaj, i thon 120 ditë në vit që ti ke mundësi që të bësh punë dhe të vlerësohet më tepër ajo punë që ti e bën në ditët tua normale, por duke qenë vigjilent se je në këto kohë të begata që të ka ofruar Allahu i lartësuar. Ne shikojmë në vitin kalendarik të Islamit, ne kemi mundësi, siç është agjërimi ditën e Arafatit, një ditë agjërim, kush e shfrytëzon dhe bëhet i mençur, thot profeti alayhis salam, i falen gjitha gjunahet e vitit kaluar dhe një viti që do të vijë më pas. Po ashtu ken ditën e Ashures, kush e agjëron, do t'i falet viti i kaluar gjitha gjunahet që ka bërë. Dhe po ashtu kemi ato çfarë ne quajmë ne të mira, siç është nata e Beraetit, siç është dhe nata e shenjtë e Kadrit, që janë me vlerë jashtëzakonisht shumë të madhe. Dhe çfarë ka ndodhur për shembull në natën e Kadrit? Pse ka zbritur kjo natë e Kadrit për umetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Sepse tregohet një ngjarje shumë interesante me profetin sallallahu alaihi wasallam, ku ai tregon për një kalorës prej Beni Israilëve, i cili për 1000 muaj me radhë kishte mbajtur shpatën e xhihadit, ngritur çdo ditë 1000 muaj, ditën në xhihad dhe natën në adhurim të Allahut të lartësuar. 1000 muaj thon 83 vite. Dhe kur ja tregoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sahabëve këtë, sahabët u ndjen pak të zhvlerësuar, sepse si mundet që puna e tyre, ata 83 vite mund të jetë jeta e kësaj bote, 63 vdiq profeti alayhis salam, 70 apo kjo jeta mesatare që ne jetojmë, por ama më përpara njerëzit kanë jetuar gjatë. Kur lexonin dhe Nuhun sahabët në Kur'an, shkuan ke profeti alayhis salam, o i dërguar i Zotit. Nga kjo histori ne dalim në këtë konkluzion, si do t'i kalojmë ne këta njerëz me sevape kur këta kanë jetuar kaq gjatë dhe kanë mbushur jetën e tyre me sevape shumë, sepse jetë e gjatë, me besim, punë të mira, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar luma i cili Allahu e begaton me jetë të gjatë dhe me punë të hajrit. Është mirësi e madhe. Jeta e gjatë me namaz, mashallah e xhilerët ton, i ka begatuar Allahu që t'jenë edhe moshë e madhe, po t'jenë dhe me namaz. E kjo është mirësi e madhe për Allahu të lartësuar. E do Allahu, thot atë njeri. Por nga ana tjetër, ai që nuk është në rrugën e drejtë, sa më shumë jeta e tij të jetë e gjatë, aq më shumë është poshtërim për të, aq më shumë ai ngarkon veten e tij në gjunahe. Dhe për këtë fakt tregohet në tefsire, është shpallur surja Qadr. Inna anzalnahu fi lejletil qadr, wa ma adraka ma lejletul qadr, lejletul qadri khairun min alfi shahr. Ne kemi shpall Kur'anin në natën e Kadrit. E çfarë është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është një natë që është më e mirë se sa 1000 muaj. Ja urdhëron mundësinë e artë nga ana Allahut të lartësuar që ti një ditë në vit që siç është nata e Kadrit të arrish edhe të fitosh sevape sa 1000 muaj. Shfrytëzoj atë siç duhet. Dhe kush e bën këtë gjë,
Imagjino qoftë natën e 4 çdo vit i jetës ti. Qoftë ditën e Ashurës ta agjeroj çdo ditë jetës ti. Qoftë ditën e Arafatit ta agjeroj çdo ditë jetës ti. Çfarë ndodh? Për shembull nga ana matematikës, nata dita e Arafatit, thotë agjerove ditën e Arafatit, të falen gjunahet e vitit kaluar dhe vitit ardhshëm. Ti me një ditë në fakt ke përfitim vitin e kaluar ti agjeron 2 herë. Pra e merr shpërblimin, sepse ti agjeron këtë vit për vitin e kaluar, kur vjen viti tjetër, ai viti i kaluar bëhet i tashëm dhe i bie ti prap agjerimi sipër atij. Dhe gjithmonë ti e bën këtë gjë dhe çka ke gjunahe të vogla, përderisa do të qëndrosh larg gjunave të mëdha, siç i kemi shpjeguar në 1 apo 2 ligjëratat e mëparshme, do të fshihen vetëm me një ditë agjerim. E si mundet që besimtari të neglizhojë kjo mirësi kaq e madhe? E si mund të mos të jetë vigjilent i mençur që të marrë këto mirësi të mëdha të Allahu xhaleshanu? Dhe më konkretisht të dashur besimtar, do të ndalem tek nata e Berajetit, që tham është nesër mbrëma, që është kjo, një natë e cila është e veçuar në kalendarin islamik. Është nata që lidh ditën e 14 me ditën e 15 të muajit Shaban sipas kalendarit hënor, e cila si fjalë berae do të thotë pafajsi, shpëtim prej situate të keqe apo marrje në pafajsi. Pra thënë ndryshe, është një natë e cila ka begati të mëdha, ka falje të mëdha nga ana e Allahut të lartësuar nëse shfrytëzohet siç duhet dhe vlerësohet siç duhet nga ana jonë si besimtar. Dhe është një natë e cila mëshira e Allahut të lartësuar prevalon ndryshe nga netët e tjera mbi ata besimtarë që do dinë ta shfrytëzojnë siç duhet natën e Berajetit. Ka një transmetim nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu që thotë se Allahu Teala natën e Berajetit përcakton kaderin e njerëzve, kaderin që folëm, për një vit dhe ja dorëzon ëngjëve natën e Kadrit. Pra, caktohet kaderi natën e Berajetit dhe ja dorëzon natën e Kadrit me lajkeve, që thot Allahu tatanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbi min kulli amr. Dhe në natën e Kadrit Xhibrili bashkë me lajket vijnë me caktimin e Allahut të lartësuar dhe ja shpërndajnë atë njerëzve. Dhe sipas këtij transmetimi, pikërisht kaderi i robit caktohet në këtë natë. Imagjino të jesh në atë natë zgjuar për ta shfrytzuar me adhurim dhe Allahu në momentin që do të caktojë ty kaderin për vitin e ardhshëm, të të shojë ty duke u përgjëruar, duke u lutur për diçka, duke kërkuar mëshirë, falje, mirësi, hapjen e një mundësie të re, hapjen e një porte të re në jetën tënde, dhe patjetër Allahu atë njeri që e shfrytëzon natën në adhurim, jo vetëm natën e Berajetit që është ndryshe nga netët tjera, por për çdo natë ka një mirësi të madhe, sepse ne e kemi me hadithin e profetit alayhis salatu vesselam që natën pra Allahu i lartësuar këtë dynja e shikon me mëshirën e tij. Edhe shef a ka njerëz që janë zgjuar që t'ja mundsoj çdo hall që ata kanë, t'ja largoj, t'ja shtoj rrezikun, t'ja jap shëndetin. Dhe natën e Berajetit kjo gjë po ashtu përsëritet, por ndryshe nga netët e tjera sepse është po natë, si natë normale, por në brendësi ka këtë përgëzim të madh të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zakonisht në këto net fillojnë njerëzit, jo po kush fal kaq rekate namaz, jo po kush fal një namaz 7 herë Fatihane, 7 herë kul Allahu në hat, gjitha këto janë të pa baza. Por ama që të falësh namaz siç ne falim namaz, 2 rekat normalisht Fatiha, një sure, çfarë do, zgjatje e sejdëve, zgjatje e përgjërimeve dhe lutjeve, kjo kërkohet nga ana jonë dhe sa më shumë që ne ta shfrytëzojmë këtë natë, aq më shumë pra kemi potencialin për të merituar mëshirën e Allahut të lartësuar. Zakonisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu: kalojeni natën e gjysmës së Shabanit thot me namaz, kurse ditën me agjerim. Atë natë, pra nesër mbrëma mbasi perëndon akşami, atë natë pas perëndimit të diellit, Allahu i lartësuar me mëshirën e tij shfaqet në qiellin e dynjas dhe thot: as ka ndonjë që kërkon falje ta fal, as ka ndonjë që kërkon pjesë t'ja jap
risk, as ka ndonjë që kërkon shërim ta shëroj dhe vazhdon me këtë thirrje deri në mëngjes. Deri në mëngjes. Zakonisht për shembull, ky hadith thot kush e kalon natën me namaz dhe ditën me agjërim. Në fakt dita e berajetit është e nesërmja e darkës, që do të thot i bie të jetë të martën, jo të hënë. Zakonisht njerëzit agjërojnë nesër. Kjo është e përhapur në popull. Agjërimi i ditës së nesërme është sunet sepse është e hënë, mund të agjërohet. Por sipas hadithit duhet agjërohet dita e berajetit, pra i bie të agjërohet mbas natës, sepse në Islam dita e re fillon me akshamin, vazhdon nata dhe pastaj dita e pas vjen nga mbrapa. Dhe ndryshe, ajo çfarë është e përhapur përgjithsisht popull që agjërojnë ditën përpara dhe pastaj presin natën, nuk kanë ai gjë të keqe në praktik, sepse sikur njerëzit ushqehen pak shpirtërisht gjatë ditës me agjërim, që natën ta kalojnë akoma më shumë adhurim. Por mund ndodhi dhe kundra. Shumë njerëz thonë agjëruam ditën dhe neglizhojnë natën. Ndërkohë ne nuk duhet ta neglizhojmë natën. Natën e berajetit për këtë shkak të mirësisë së madhe që nata e nesërmbrëmës. Po, nuk duhet pra neglizhuar. Data 14 e muajit Shaban që lidh me datën e 15. Po kur futet data 15? Se ne kemi punë me natën e 15. Nata e 15 futet në datë 14 në akşam me kalendarin ton. Kurse dita e 15 i bie të nesërmen kur gdhin. Pra, është e koklavitur për shumë e thjesht për të kuptuar, domethënë. Një nga hadithet që me të vërtetë e rrënqeth zemrën e besimtarit në lidhje me këtë natë është hadithi ku thot profeti sallallahu alaihi wasallam: nata e 15 e muajit të Shabanit, Allahu i lartësuar në këtë natë i shpëton njerëzit nga xhehenemi sa numri i qimeve të deleve të fisit Beni Kelb. Thuhet që për këtë fis ka pas dele, sa që kur i shifshin në përlëndi, në përkodra u mushnin kodrat plot. Ti qimet e një deleje nuk i numëron dot. Ndërkohë profeti thot sa tufa e këtyre deleve të fisit Beni Kelb. Pra një mëshirë shumë e madhe, elhamdulillah. Por thot, vetëm fytyrat e atyre të cilët bëjnë shirk Allahut dhe atyre që ushqejnë urrëtie dhe armiqësi ndaj muslimanëve, të atyre që shkëpusin marrëdhëniet me të afërmit, të atyre që mburren dhe janë mendje mëdhej, të atyre që nuk u binden nënës dhe babës, të atyre që vazhdojnë pirjen e alkoolit, nuk i shikon Allahu i lartësuar me falje në këtë natë. Pra i fal dhe i mëshiron të gjithë njerëzit, vetëm nëse janë i dhujtari në shirk, besojnë diçka tjetër përpos Allahut. Nuk fal ata që kultivojnë armiqësi dhe porçarje me njerëzit, këtu mund të futen magjistarët, ata që bartin fjalë, thashë the magji, që fusin nga tresa në për familje, në për njerëz, ata të cilët vazhdojnë thot, pin alkool, nuk kanë hequr dorë, nuk janë penduar, ata të cilët nuk ju binden nënës dhe babës, po i kundërshtojnë, dhe ata të cilët ndërpresin lidhjet farefisnore, lidhjet e gjakut. Kush e bën diçka të tillë, nuk do të përfitojë nga kjo mëshirë e madhe e Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar na bëf për tyre që të jemi të sinqert në besim, sepse ky hadith është i drejtë për drejtë që si njeriu mund të besojë diçka tjetër përpos Allahut që vjen dëmi dhe dobia. Si njeriu mendon ta jetojë një jetë me intrigë, derisa mund të vazhdojë intriga e njeriu. Si njeriu mundet të shkëputet nga njerëzit e tij të gjakut, ku është njeriu me njerëz do ta jetojë këtë botë, ose do të vdesi vetëm pastaj. E si njeriu të kundërshtojë nënën dhe babën, që mas Allahut janë krijesat që duhet treguar në maksimum respekti, duhet luftuar për të fituar kënaqësinë e tyre. Allahu i lartësuar na bëf për atyre që këtë hadith me të vërtetë kuptojnë ashtu siç duhet. Dhe kjo të dashur besimtar është
mirësi e madhe e të qenurit ummet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të qenurit ummet, popull, besimtar, ndjekës të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është pikërisht një mirësi e madhe që e falenderojmë Allahun e lartësuar që na ka bërë pjesë e këtij ummeti. Që kur, siç e thash më lart, sahabët u ankuan pra, që pse popujt më përpara pra kanë jetuar gjatë dhe shpërblehen shumë, ja mundësi për një ditë ti të marrësh shpërblime që nuk i kanë parë popujt më përpara. Dhe për këtë fakt, profeti alayhis salam na përgëzon që kemi ardhur të fundit, por do të futemi të parët në xhenet. Dhe nëse do të futemi akoma në meditim të kësaj çështjeje, a nuk është vetë jeta që na ka dhënë Allahu i lartësuar neve një mundësi për të shfrytëzuar? A nuk është vetë jeta, vetëm psimi në ekzistencë është një mirësi e madhe për Allahut të lartësuar që duhet shfrytëzuar? Që shumica e njerëzve e kalojnë jetën në huti, harrojnë që është një jetë kalimtare. Ndërkohë, elhamdulillah, Allahu na ka bërë për besimtarë për të kuptuar që kjo jetë kalohet me përgjegjësi. Jemi besimtarë në Allah dhe duhet shfrytëzuar ashtu siç duhet kënaqur Zoti xhaleshanu me punët dhe veprat tona. Prandaj ja që besimtari të dashur besimtar duhet të jetë prej atyre që din të shfrytëzojë mirësitë, begatit që ja jep Allahu subhanahu wa taala. Allahu na bëf prej tyre që me të vërtetë jemi vigjilent, na begatof me këto mirësi të mëdha, këto ne të mira që elhamdulillah i kemi përpara, muajin e Ramazanit kemi përpara. Elusim Allahun lartësuar, të jemi prej tyre që bëjmë punë të hajrit, punë të mira, punë të begata, që fitojmë kënaqësinë e Tij, na largov nga punë të këqija që mund të fitojmë hidhërimin e Tij, na bëf prej sinqertëve, na marr shpirtin me iman, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.